në Klan Radio dhe KTV. Ja çova Fionës mikrofonin e kamerën vetë. Sa pshem e Fionë që është pas valje. Dy durë me. Përshëndetje për gjithë juve që shoqoni me Klan Radio dhe me Koha Vizionin, po shpresojmë që ka qenë dita e mirë e suksesshme. Tash është momenti me i kalu minutat në vazhdim e ju prit në bashkëpunim edhe saj përket temës ditës së sotme. E të njëjtën kohë presim edhe informatat e juaja rreth komunikacionit na tregu për ato pjesë të ngarkuara në komunikacion. Fiona Gjema Troshu parë. Përshëndetje të gjithëve, edhe faleminderit paraprakisht për ato mesazhet, shërim të shpejt, do thonë se petente ndje. Nëse sot është pak diçka më mirë, pak gjendje. Por sidoqë të jetë, po nëse jap pak më shumë zovetës, më njerë fillon edhe shanja e parë. Nëse sot e kena një temë shumë interesant, ku kena me fol për lumturinë edhe për suksesin. Cila është më e rëndësishme? Ose unë e kisha pas qef me e shtru një ekstra pyetje, cila pa tjetrën a mujnë me qëndru njona pa tjetrën? E s'di shto. Ose cila vjen e para? Ja nuk e di. A mujnë bashk, a mujnë ndomas? Nuk e di, heq kur gjasti. Deri në fund të emisionit. Për këto dhe të tjera në ndiqni pas pak minutash në edicionin tonë më të ri. Deri në fund të emisionit. A është më rëndësishme të jesh i lumtur apo i suksesshëm? Që kjo pyetja që po pret përgjigje. Dhe ato të mijat, patjetër. Po ato Fiona tani ja bën kështu një ka një. Edhe mos harroni na dërgu dhe foto, më na tregu për pjesët e ngarkuara. Fillimisht po e dëgjojna Era i Strefin Amadolov. E para saj përket komunikacionit për ditën e sotme, edhe po na tregojnë se Çagllavica për tek rrethi i Çagllavicës është pjesë e ngarkuar me kolone. Mund dal që aty tek njëna prej pikave se e keni në dy anë rrugës, tek Petrol Company, edhe me përfitu super çmime naftën, e keni 1.18 benzinën 1.17 për litër, edhe aty rimbush makinë me derivate, futeni edhe në lojë shpërblyese për me fitu një super vetur 10 euro, një kupon 22 kupona e tutje tek Petrol Company. Çka pat pjesë tjetër në komunikacionit ngarkuar është Fush Kosova deri tek rrethi i Fush Kosovës dhe dalja e autostradës në Vetërnik. Këto janë informatat që kanë arrit në 0499 978 Mos u lazdro. Tash pritet, domethënë me pas mikrofonin Noel gjatë gjithë emisionit apo mundona me të nejt gati. Veç këshirëm. Si po të shok të pak që pe livrit kryt veç tlak. Si tash që po skuqna. Po te. Dije që është momenti me Noel mikrofonin. Alo, përshëndetje, telefonata e parë për sot. O, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Kush telefonon? A Beden. Jo, s'pedi për që ato po pës. A Beden që është kemi? Mirë, faleminderit. Jo se ne ai. Mirë. Çka kështu ka pak me viroz apo mirë në përgjithësi? Po, sa po më pëlqen veshjet e juve. Faleminderit, a Beden shumë, e vlerësojmë. Minimax kena me të që kismet për dore, edhe zhjetë që ka dush. Si t'vjen. Parona i zbritjes bëhet. A Bedin, është më rëndësishme t'jesh i lumtur apo i suksesshëm? Për mua është më rëndësishme t'jem i lumtur. Por, nëse si i suksesshëm, a mund të jesh i lumtur? Jo. E qysh pra? Kur t'jesh i lumtur, vin sukseset. A kur t'jesh i suksesshëm, lumturia nuk vin. Ti po prapë dhu që qëndrimi pozitiv, të qenurit i lumtur e tërhek edhe suksesin. Ashtë pra. O, sa po m'pëlqen përgjigja jote. Faleminderit. Ju përshëndes jesën hajde gjithat mirat, bashkë me ty. Faleminderit shumë. Shumë e mirë përgjigja. Të pëlqej, ha? Shumë pëlqen. Bravo, Vetin se ma nisi mirë emisionin. Abedini godet, gjithë bravo Abedini godet. Po qëndrimet pesimiste, qëndrimet negative, mendimet negative, qysh mujnë me cilë lumturi ose sukses? Se di, do të thoja. Unë thash s'di sot kur gjo, veç po duhet të zhju, po me interesant. Telefonu. Po me ma elaboru pak këtë parë çështje. Alo, hajtë për morim telefonon. Alo, përshëndetje, jam në pritje. Kush na telefonon? Kush është në pritje? Në pritje Mitrovica, Paria nga Mitrovica. Paria, si kalon? Mirë, faleminderit. Qysh ka qenë dita mirë? Me mirë, ka qenë, te kishim shënditje me plot.
Pak më herët se jo e kishit, se për fillu jo e kishit reklamën e Uberit, edhe ndëgjova se për 2 muajt shambull fillojnë lëvizjet ma lehshëm. Po në Koavizion ka qenë, po. Edhe sa i përket teme sa është më rëndësishme të jesh i lumtur apo i suksesshëm, më merr mendje se të dyat kanë lidhshmëri shumë të madhe. Më thonë një njeri i suksesshëm po marr parasysh në çfarë aspektet e jetës, shembull në fat ose në sport ose në çfarë aspektet e jetës, kur të është i suksesshëm është do të jetë edhe i lumtur. Tash ti mes suksesit edhe lumturisë, cilën e kishe zgjedh? E kisha zgjedh lumturinë normal. Lumturinë. Po suksesi a mundet me të bëhet lumtur, ti the vet? Po dhe suksesi, nëse ti predikon mundosh me arrit një sukses edhe e realizon, atëherë normal që do t'jesh i lumtur. Okej, faleminderit për përgjigjen e mirë, po të përshëndesim, po të përqafim me pas një pasdite të mrekullueshme. Shumë e mirë, po, Abishek ka kena dhezë me përgjigje të mira, edhe po më vjen shumë mirë se është pak me spec pyetja, se lidhen të dyat, edhe po, dikush ka qef me nis prej asaj, dikush prej asaj, unë sot po kam qef me marrë mendime. Një çka dimi ju thonë, është shumë e rëndësi që të jenë za home për juve që doni mundi rehat komod edhe po me pas shtëpin me stil, e që doni vetë me kriju stilin, me zgjedh mes divaneve, dhomave, gjumit, tavolinës, ngrënjes, me kriju stilin që shyt dani, shkoni tek Enza Home në Çaklavis, kilometrin e 6 i Temperizajt, edhe përfitoni deri në 50% zbritje. Ju ndreqeni qysh po dani stilin, jo qysh është një komplet, po du qëta, edhe përfitoni deri në 50% zbritje. Që telefonata tjetër? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Një Zoj nga Podujeva. Hajde Zoj nga Podujeva, tregon ati. Cila është më e rëndësishme për ty? Ti je e lumtur apo e suksesshme? Ti jesh e lumtur, kur ti jesh e lumtur e vrin edhe suksesin. Do më thonë lumturia vjen para gjithash. Para gjithash vjen gjithë lumturia. Okej, po nëse nuk vjen suksesi, çka mbetet, çka ndodh me lumturinë? Po kur ti jesh e lumtur e bën e arrin edhe suksesin. Okej, edhe ti mendon si Abedini. Faleminderit shumë. Ju përshëndes për Hajde gjitha të mirat, edhe na të përshëndesim shumë. Përshëndes shumë edhe ata që janë në aeroportin e Prishtinës në këtë momente dhe kanë marrë rrugën drejt Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut, ose edhe vjeshtën në Paris me prit. Kështu që Prishtina Ticket, operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës, na ka sjell biletat më ekonomike në treg. Përveç kësaj, përveç çmimeve të lira ekonomike të arsyeshme, e kemi edhe bagazhin 20 kg falas, e kemi edhe çantën e dorës 6 kg falas, madje kemi edhe shumë benefite tjera me Prishtina Ticket, kështu që hyni siguroni me i marr biletat për momentin për kudo që doni me shku, qoftë për vizitë të shkurt, qoftë për më të gjatë, ose edhe ata që dojnë me ardhë nga këto vende në Kosovë, i kanë çmimet më të mira me Prishtina Ticket. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush ta përshëndet? Sara në Traneta. Oj, Sara, si kalon? Po mirë shumë. Po vjen mirë. Sara, e kena një pyetje sot, a është më e rëndësishme me qenë e lumtur a me qenë e suksesshme? Për mu e suksesshme mu kona. Pse po thu Sara? Zdi, ma merr mendja kur je suksesshme, i mrin edhe lumturinë edhe dashurinë edhe jetën edhe krit me pozitivitet. Okej. Kur s'ki sukses, zdi. Po dhe që aty është problemi tani me koni sukses. Nejse, se s'po du me ndiku kërkon. Faleminderit shumë. Me suksesit që aty është. Po tash që ata s'po du me ndiku kërkon, se po ne kam që të një kam. Faleminderit shumë për ju përshëndes Sarë, ty edhe Trenesht. Po që të more. Zotit shpërblet. Ton, kalov shmirë. Ton, Sara, faleminderit. Që të more gjithë qes. I ka 3 pako, të mira. Një e ka tip mini, një e ka tip super, një tip max. Tash më varet çfarë tipi jeti. Kur çojnë aty në Amerikë, atje te Formula Nishi, cilën po e don? Unë Maxin. Unë Maxin thash me dalë më mirë. Unë Maxin se i ka domethënë 15 GB. Live Kate Loen ka me transmetu. Shumë interesant formulën komplet. Qysh je deri sa dal ka me hi live në Instagram. Se mos menoni për imazh që ka me shku veç. Po, nuk bo bre. Nëse ja jep ambasada avizën për 2 ditë. Po, a mos s'po duam, jo 4 mbi. Se çfarë është puna? Fjala ke për kështu me aplikimi, procedura, intervista, këtë këto për 2 ditë. Po preçin aty është te dera.
Që ato e kanë për këtu në Arbëri ambasadën. Po, edhe me punë, edhe me shpe mire kite. Kojshia. Po. Kojshia këto. Ma i madhi. Nëse mos harroni ju tash të zgjidhni njërin prej pakove tip, qysh keni nevojë edhe kur delni jashtë Kosovës i keni internetin për Evropë, Amerikë, edhe ato me super çmime, s'keni nevojë për me boje sima, kësi me ngarku vetën, e merrni internetin prej Ipkos edhe u kry kjo farpuna. Një kod veç, pik. Veç një kod, që telefonata tjetër? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Fiona. Përshëndetje dhe për ty, kush telefonon? Lona nga Prizreni. Qysh je, Lona, që kemi Prizrenin? Mirë, pak është vrant, koha. Tash ka fillu edhe me ra errësira, ka dal-dale. Lona, tregom, cila është më e rëndësishme për ty? Të jesh e lumtur apo e suksesshme? Po, ma me rëndësi është me qenë e suksesshme. Pas suksesit vin gjitha, lumturia, dashuria, respekti, gjitha vin. Okej, edhe ti mendon pra që suksesi është i pari? Suksesi është i pari çdo herë dhe çdo herë ka me qenë. Po, a ndikon edhe lumturia tek të qenurit i suksesshëm, qysh mendon edhe disa tjerë? Po, mundet edhe ajo me qenë, po përparësi ka një herë suksesi. Okej, Lona, faleminderit, përshëndes shumë. Faleminderit suksese gjithmonë. Përshëndet edhe Arsimin. Përshëndet edhe Arsimin, faleminderit shumë. Shtu via. Super se s'kesh në kamerë, se bëjsha me gjeste diçka interesant. Me më dekoncentru mu, po jo s'është që më në të mja arrit në herë. Qëre, edhe sukses, edhe lumturi, të sjell definitivisht një vetur që është Toyota. Të sjell lumturi për faktin që është kompakte, është komode, është se dishta me thoni tjetër fjalë, po m'hupi. S'ki çka me thonë, është më e mira, është më e ulët, do me thoni ka gjitha ato që ka nevojë një qytetar i Republikës së Kosovës për me udhëtuar lirshëm edhe pa pas probleme, tu e marr parasysh faktin që i ka 10 vite garancion. Mandej për sukses mos flasim, kur shojnë Toyota. Vetura më e shitur në botë. Është normal. Suksesi flet vet. Nuk kam çka me shtu, do me thonë, për Toyotën. Atë msheli. Mshele që aty. Toyota Kosova, Autotrade, në rrjetet sociale. Amo mos harroni pa e bo vish test drive RAV400. Sto mos harroni. Unë Fiona piu propozojna me bo test drive. Si e gjarin gjëllëqysh, amo edhe RAV400. Vish provone njere. Po, edhe tani të në telefon. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde Adi, si kalon? A je mirë? Mirë, faleminderit. Jo, si jeni. Adi, si harroj do zona, është interesant. Po do tani edhe i harroj. Edhe me na, adin se ka prej aty në që na telefonojnë shumë rrallë, po si harroj. Unë sa erta thiri, thot kush është në telefon? Po, a Fionën e harroj se kjo edhe din me ndru zonën, e ka një farfore, diçka aty në telefon. Si ti vjen gripi? Po ma bën të... Sto koka i sukseshëm, po pesha që është i lumtën. E vërtet. Po, ka njërë, po ma bën zonën e shefit, adin po mdo këtë si mund thirë shefi. Adi. Por no. Suksesi a lumturia, ku shumë a rëndësishme për ty? Për mu është më rëndësi lumturia. Lumturia për ty. Mund është më koni sukseshëm, mund është me pas lek, e krejt ato në gjërat, po lumturia është krejt e të sënë. Do më thonë, ti ki që te mes këtyne dyjave lumturin e ki? Po. E mus me qeni sukseshëm, qysh mund është me qeni lumtur? Po, mund është më koni lumtur. Që si e ka një sukseshëm? Po, mund është me koni. I lumtur mund është më koni edhe në gjirin familjar. E vërtet, po, e vërtet. Faleminderit shumë, Adi, po të përshëndesim shumë. Dhe kaloshi sa më bukur. E pas një pasditjet mrekullueshme, sepse du mi ju tregu gjithë juve që po mendoni me pas një klim në shtëpi, duni me pas midea, sepse ka teknologjin inverter 4, që shtu ja kanë lënë emrin. E çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që shpenzon ma pak energji elektrike, se shfrytëzon energjin veç kur ti duhet. Jo, mos ill aty non stop. Përveç asajna edhe ka inteligjencën artificiale që ju mundëson me kursy energji ekstra 30%, edhe pendini që janë kondicionerët më të mirë. Kështu që për juve që po mendoni me ble një kondicioner tek Midea, e zgjat një kondicionerët Midea. A i ke vrej që veç për më të mirat folim? Po që thonë harni për thes, kështë që ade maj mire për më të mirat. Mire e kom lio që to. Dje e menoj isha faktin që kemi bashkëpunëtor që prej ditës të parë, që është hap frekuenca e Glam Radios, e kjo flet shumë edhe për ata edhe për neve. Edhe dyqysh ka njerë kur flasim për produkte tila jem shumë e lumtur. Se mu bo modest? Po dhe thash, po do të mos mu bo modest. Mos mu bo heq as një pik, pa pik modestie. Po fol për Mideen, ata që i kanë e din, bilenianin një ditë për një dëgjuzë ma ka dërgu një foto. Se nuk po më i krejt mi thonë pjesën e parë, se s'po më i mi pa, po në pjesën e dytë e pash,
Edhe atë thash, mirë, super. E gëxosh? Po. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje Batir. Po a jeni lodh, a jeni si... Jo, çfarë lodh, me ç'është kjo pyetje? Ju përshëndes dyve se dy plumat. Faleminderit, edhe na përshëndesim me zemër. Batir, pyetja për sot është kështu, po flasim për lumturinë edhe për suksesin. Cila vjen e para për ty? Ato janë dy lidhje e bashkim. Po. Por pa lumturi s'ka sukses. Jo jeni të lujim, por edhe jeni të edhe suksesshëm. Jo dytë. Jeni të lumtur edhe suksesshëm. Suksesshëm se po dyja. Ti do me thonë, po mendojnë që nuk mundet njëna pa tjetrën. Gjithsesi, lumturia është në vend parë, po edhe suksesi pa sukses nuk ka lumturi. Okej, ti do me thonë mendojnë që nuk mundesh me qenë edhe aq i lumtur pa qenë suksesshëm në diçka, po sigurisht, qoftë personalisht, qoftë profesionalisht. Kënë puna mirë, atëherë je edhe më i lumtur se që je i lumtur. E vërtet. Ka edhe njerëz që gjejnë lumturinë edhe në sene të vogla, Batir. Edhe lumturia kur e kije familjen dhe kije të gjitha të mirat, atëherë lumturia është patjetër pak më. Faleminderit. Po janë të lidhë në funit. Nyje, i kena lidh nyje, Batir. Po. Që është më shumë i zgjidh dhe në fund. Se mi zgjidh. Edhe sukses. Po më nunje. Faleminderit Batir, Batir, po të përshëndesim. Është më kujtu spesi që e përmene. Është një pyetje, se do të thonë po pajtona me secilin që po e thot mendimin e vet. Hajde. Mundesh me qenë i lumtur pa qenë edhe shumë i suksesshëm, por mvaret edhe qyshe sheh pastaj suksesin. Qyshe ajo, është kjo shishja ujë rrugovës, gjyse moshta, gjyse zbrast. Apo kupton? Se për ujë pe dini që më e mira, po tash qyshe shini jo çto. Po shtrojt pyetja çka është suksesi për ty? Se çka është sukses për mua mundet mos më qenë për ty. Mo suksesi im që e kam mundet me lumturu, ty mundet mos me të lën shej. Po, ama po det aty është problemi, di sukses i vogël, ty mundet me të bëhet lumtur, mu vetëm ka. Ti don më shumë ose don më pak? Hajde tjetra telefonat. Po pra, unë jam telefon tash. Hajde kush je ti? Unë jam Ganiu si tona herë, më sa më zërin. A je mirë si kalon? O, plumi, që shi e plum që... Mirë, faleminderit, mirë plumit. Mirë, si e ti si kalon? Ajo përshëndes të dyve, mështë ju thom një herë, po veç një herë se një të mirët më revolushëm të dytë. Faleminderit, lum goja. A është më rëndësishëm t'jesh i lumtur apo i suksesshëm? To kanë shumë lidhshmëri dhe mvashmëri njona me tjetrën, e thanë të gjithë pe thëmë dhune, por sipas me e ka një verzion pak pa ndryshe. Sipas me edhe sipas përvojës, më duket se lumturia ndodh pak më rrallë dhe nuk zgjat shumë, kurse suksesi zgjat shumë. Suksesin e ki pak më vështirë me arrit, por ai qëndron një kohë pak më gjatë, nuk ka kështu si statik. Kjo lumturia mund lumturosh për një kohë më të shkurt. Kurse suksesi është thuaj nganjëherë i përjetshëm. Nëse kryen për mjek është suksesi i përjetshëm. Nëse kryen për avokaturë ose për mësues si që mkon vet, është e përjetshme. Kurse lumturia vjen nganjëherë pak më rrallë ose pak më shkurt. Kështu e mendoj unë. Te cila je kallzon, delum tem direkt, thuaj më mirë është çka ajo. Po e shkoqita shumë mirë, unë jam te suksesi. Te suksesi. Çto pedu, çto që shto shkon. Je i mrekullueshëm, kalosh mirë. Edhe unë ju du dyve shumë. Faleminderit ton, kalosh mirë, edhe Fionat për qofshëm. Domethënë dashmoni i suksesshëm, edhe i lumtur Fion. Dyjat me njerë me uni, shkon njerë dhe në spot e Swiss Diamond Hotel Prishtina. O, njerë se thu që çfarë suksesi ku ma rrit njerë me ardhë në këtë farë super veni. Okay. Edhe kënaqesh besa dhe lumturosh edhe me sukseset e tjetrit që e ka boat vena është mirë. Edhe po pe din e ki edhe një japonizat spati, po e që në kryt pak nalë kështu. Edhe nuk të mirën me të. Edhe kënaqesh. 038-220000. Ju që doni me bo çfarë do rezervimin, ndash doma, ndash sallën, ndash spat, ndash me shku një darkë mrekullueshme atje, mundeni me telefonu përmes numrit telefonit ose edhe mundeni përmes rrjeteve sociale e kërkoni me Swiss Diamond Hotel Prishtina. Ganiu ma kujtoi një thënie shumë interesant që e kam pa dikun me një film që ka të bëjë me lumturinë. Ka qenë shumë e thellë, shumë interesant.
Që nuk është lumturia nuk është diçka që ti e përjeton sot. Dikush e ka qetë këtë temë sot, po domethënë nuk e di, domethënë shumë jetum inspiru me këtë tema. Çka më thonë, nuk është diçka që dush me kërku një herë edhe mo që ka me zgjat gjithë jetën ose gjeta lumturinë edhe u krymo puna. Po e gjeta suksesin. Lumturia është diçka që dush me kërku çdo ditë. Edhe suksesin. E kryma, që të kom arritu në e kom kulmina. Jo, ljupe. Po, lumturia nuk matet me shkollë. Lumturia është thjesht lumturi. Po, ideja është që çdo ditë, në çdo periudhë jetës dush me kërku lumturinë. Nuk dush me thonë e gjeta edhe tash u kry. Po ka shumë momente, shumë ngjarje, shumë periudha, shumë njerëz, shumë vende që t'japin lumturi, që përfundon me një kohë caktuar, mandej gjen dikun tjetër. Domethënë është gjithkund. Që tha hyse pak më herët, tha me kon kjo lumturia me pos burrin xheloz. Që pe përmenëm shumë kishe. Qka thoni jo? Adens lumturia me pos burrin xheloz. Që telefonatën? Pa lumturia aty. Alo? Alo, përshëndetje. Se kuptaj Jo. Alo, përshëndetje. Së është pak me grip, mirë është. Kesh edhe me grip edhe kesh në ato skenaret e mia. Alo, përshëndetje, kush telefonon? Aj, shqyqyr Fiona se ki bo ma mirë. O, falimderit, po dokna, po jo, bash. Jo, mirë, mashallah, për rëzdan. Falimderit. Me ndër qafsh. Me rëndësi mu dokë, se me sukseshme. Po, po t'jesh ma një e ljumëtor. Po, pra. Hajde të regom për ty që ka vjene para. Për mu është ljumëtoria. Ljumë gloja. Shpak se. Pa gjdo për ty është ljumëtoria. Për je ljumëtor, ti je ljumëtor, për gjdo gja. Lumturia, okej. Të përshëndesim shumë. O, se s'mujti Fiona mu koncentru shtë e dëgjova në lumturia, Allah. Kja po ka që erish lumturinë dhe s'pe interesën kur qajsh. E për tjera, për këto të tjera. 04-978-978 është engarkuar qasja për të krethi i Qaglavicës me kolon gjatë. është engarkuar dalja e autostradës në Vetërnik. është engarkuar pjesa nga poshtë Vetërniku deri tek rrethi i ambasadës amerikane. Kolon ka dhe hyrja në Prishtinë nga kazerma Demiashari tutje deri tek udhkryqi i katedrales. Kto janë informatat që kanë arrit sa i përket komunikacionit për ditën e sotme. Kesh mos vjen kesh. Jo, Nola, moj ta vetëm. Alo, përshëndetje. Unë kur gaboj kanere kjo domethën jo që kesh. Po, e këshyri ka njerë, po naljo pak se s'po moj mu mojt. Unë sot nuk po moj me kesh. Nuk po moj me do maksimumin. Alo, Viber. Alo. Kush na ka telefonu? Zeqa telefona. Ku je Zeq? Që si jeni jo? A je mirë? Kërqyshesh? Allah e mija, jo si be kaleni. Mirë, jo si jeni, si kaleni? Allah e mija. Prej cilit ven ke Zeq se ko marru? Une jëm i komunës Malishevës Drënosit, për ndryshe jetoj në Gjermani. Po dhe, që aty ku jeton? Në Gjermani, në cilin vend në Gjermani, në cilin shtetë? Ofër Nürnberg. Ofër Nürnbergut, okej. Hajde të regom, lumturia apo suksesi? Une e qesë në randë por lumturia. Do më thonë ti me lumturin, ja? Ja, unë me lumturia nuk e në shaj. Ma më nëse viqilëm burri gjeles që thash marët. Do më thonë ti nuk ta kish një me konë shumë i sukses, shumë edhe me konë ma pak i lumtur. I lumtur kum qef me konë ma shumë, me suksesi që shtashish, dikush ka sukses ma shumë, dikush ma pak, a më kryesore me konë i knoqe i lumtur njeri. Okej. Faleminderit për përgjigjen edhe të fala krejt shqiptarve atje. Faleminderit, kaloni mirë, ju përshëndes. Faleminderit Zeq. Po shkojna me Fionën dej në Albi Mall, pja po një ram po këshyrum çako. Për në vendindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në Bankë Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësuar
qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjet, e qysh mu dok serios kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmon vendi familje sonë. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsëm, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Janë do saga që nisin e mbarojnë. Do thonë kja një bashkë mirë, po qa është vish objektivi i bëna e fjonë. Sholat shitët. Po normal që shitët, vish a dita ditës. Me fjonën që tuina të bo pazar, diçka se dullëm në Albi Mall, edhe i kalzova dhe që kjo është shumë lirë, ajo s'më dhe me kanë e lirë, qysh me kanë të shohë, që kjo është e lirë se metëm që do të folë. Për ndryshe po kap një do oferta i kishin në Albi Mall. Komunikacioni na thot kështu, kolon qasja për të krethi i Çaglavicës, kolon e gjatë, kolon dalja autostradës në Vetërnik, kolon pjesa poshtë Vetërnikut, pikrish poshtë Vetërnikut para se me ardh tek nënkalimi, ka ndodhur një aksident trafiku. Pastaj rrethi me flamur rrethi i spitalit deri tek rrethi rrugës B dhe rruga Agim Ramadani nga Ull Kryqi Menzës për te komuna. Këto janë informatat që kanë arrit në 04998 ju vizitoni Petrol Company në të dy pikat që i gjeni tek Çaglavica, edhe përfitoni super çmime. Naftën e keni 1.18, benzinën 1.17. Edhe futeni lojë shpërblyese për juve që dëni me fitu një vetur. Kaj çka duhet me bo, do me thonë është me mbush kerën me 10 euro, 20 euro, 30 euro e merrni ka një kupon. Edhe kështu, nuk i dihet, njëri prej juve mundet me qenë ose i suksesshëm ose i lumtur me dhuratë. Sërë këshyren ma icë në bluzën toane çfarë iniciale e ki? Lësa. Lumturia, suksesi. Unë ju nis diku në e pas ke vendosë dhe me thonë lumturin të fare, na? Tani suksesin. Tash këtu të mbarët apet që sheshe. Dhe ja ke gjeta përgjigje. A këshyr prej perspektivës poshtë a lartë. A din varet qysh. Loja manalt është. Po dhe është është edhe, para dhe është manalt. Jo be kjo është. Limoni sukses shumë është. Okej. S'po me ke. Që telefonatët. Alo. Ek bre. Kush telefonon? Sabriu. O Sabri. Qa ashtu me Sabri, se ka njerë ku po folin të si ka dole dhe na po bina. Limoni Sabriu, okej. Sabri. Arsim Limoni. Sabriu nga Suedia, mal me Suedis. Hajde, tregom çka është më e rëndësishme për ty, me qenë i lumtur apo i suksesshëm? Po vallai duhet më koni i suksesshëm. Ti do më thonë vendos suksesin të parë, na? Po, të po e sukses. I lumtur po, edhe pa i suksesshëm nuk ban. A mundesh me qenë i suksesshëm dhe jo i lumtur? Qish po thot Cima që ashtu është? Po bre Sabre. Çka tha Cima? Cima e din ky se kena folni det. Po, kena folni dit. Apo folni Tinza? Okej. Kena folni Tinza. Tinza s'ka da folni na. Ditën e mirë Sabri, faleminderit. Jo, ka dal më. Fol me Cimin tani. Tregoja përgjigjen chat. Jo, ja, po me mu ky fol kur dal. Jo, ti që shtat Cimi, çka i diu çka ka thon Cimi? Me mu ky fol kur dal. Princi dhe princesha jeni të dytë. Po pra. Princi dhe mbretresha. Ose mbreti e mbretresha. Bravo ve Sabre. Ani. Vazhdoni në chat. Vazhdoni në chat. Moj fjot. Që ku ja kum që shkronjen këto. Që e Cimën që ka ma i cën via, është ti princi e princesha. Qa është? O Sabre. Qa deshte me thonë? Për qafim shumë je i mrekullueshëm. Ani Sabre. Edhe unë e dua shumë juve dyve. Qashtë. Ani Sabre, po shihet, faleminderit. Po, që e fion, kur të më dënë mu, dënë ty, kur dënë ty, më dënë mune, qashtë e ma. Kur po më thojnë mu s'pe merë qashtu? Po qfarti. Po më drojnë
Më thonë, kuq si që ajo Prishtina tiketi po dalë, po komplet. Rubini është në qendër Prishtinës në Albi Modh dhe në Ferizaj. Ferizaj. Për ndryshe për juve që dëni me bo dikën të lumtur, mundeni me shku me bleni dhurat atje, edhe nëse dëni edhe me bo vetën të lumtur, mundeni me shku po. E tani keni me po sukses, se kur te nxerrni pizgjepit, që është vezullon ajo, s'ka aty jo, aden. Ja po ja ani. Alo. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje edhe për ty, kush na përshëndet? Kimetja nga Austria. Si e Kimete? Mirë, faleminderit, mirë. Si kalon? Jo, mirë, faleminderit, jo. Apo po lodhni? Jo, as pak. Fiona na ka kohë pak gripi, po i kalon. Kjo është kaluse. Po pra kaluse është. Edhe unë thash çështu s'besoj ke. Jo, po du mushtri, ja ne jo këne dhe ke s'po vim pun, thash s'bën heq. Gajret thuj se goti viti kaloj i gripav. Po dhe se me vitri po shkeshin gripa. Se të nas në alëshan heq gripi, po më zbaj gore. Tjetërin vit në ashtaj ko suksese, nuk e rrë gripi. Ti po thuj me suksesin, si e me lumturina? Ja, une me suksesin, se une pe marrë një shembull që t'ashti. Hajde marrë një shembull. Shembull, nuk ka shembull i mirë, po që pe marrë shembull i e diçka smu. Edhe ki një operacion me bo. Edhe në qitë operacion nuk ki sukses. Nuk kalon me sukses. E tani ja mundesh me qeni lumëtër. Qa po të vi lumëtëria tani? Ja, nuk mundesh me qeni lumëtër nëse nuk ki sukses qitë operacion. Ose ki shumë termine me rëndësi, që për shembull një provim e ki me rëndësi edhe hen provim. Edhe nuk ki sukses me dhona të provim. A i provim është shumë i rëndësishëm. Tani ja mundesh me qeni lumëtër. Po se di une, edhe unë është api për që da po vesim, edhe unë e Fiona. Unë për vete kisha thoni ju. Ti e me suksesin. Okej, paq sukses gjithmonë. Faleminderit shumë, ju përshëndet. Tung, auf Wiedersehen. Dia është po, se pizdi Austrisa, po tha. Auf Wiedersehen ka në vata. Fion, qeni telefonat speciale për ty. Faleminderit, alo, përshëndetje. Më nëzë, more. Hajde, kush puna telefonon me nëzë? 248 ka. Veqa? Gjysha, je bashkë që një gjyshtore jem të jësi. Hajde gjyshe, hajde, mirë të erdhe. Përshëndetje, mirë të gjeta. Mirë të gjatëm edhe në aty. Bashkë 200 herë këthirë gjysha. 248. 48, më falë. Po, që ta shumë këmë thira. Po, valla, cimi që është të bëthot? Une du me zbërthy pak së ku gania. 256. Hajde. Do të mjë bo bashkë të e ganin. Për marë shembull dhe cimin edhe ty fjun. Hajde. Për e po sukses. Kimetja tha unë e pa sukseshme që ta më karo gripi. Po, për e po sukses, një dy, këtu na nuk këshën po juve mes televizorit, keni po suksesin edhe sot jeni të lumtur dhe gjithë mua të qofshit lumtur. Okej, faleminderit. Edhe une jam për pak më e lumtur. Dyja të shkojnë bashkë. Njona pa tjetërën, po suksesi, unë je për suksesin. Ti je për suksesin, si do që tjetë, a? Po, si do që tjetë, edhe ti u dash me nejtë të shpia, jo më nejtë me grip aty. Jo, së është me grip. Po, Arsen. Jo, së është me grip. E qysh me i rata një cimit gripi? Mire ki aty prona, në gjithja. Po, more? Për grepe e patë. Unë me grepe cimi shnosh, ako ke pashtu. Ata në kjerë, me njëre. I përshëndes, dyve i përshëndes. Tung gjyshe se e knoqe krejt, hajde. Përshëndese. Ta din është kalzusi për din. Zero gatën. Ta që krej ka ti të thina. Po, këna gripin. Jo, dhe ishtë ashtë mëtje, kësha kry këtë farpune. Ka qëllu i sukses shumë i fort. Jam të i mora të proteinat e të zotit të i fion, po shkoj ta pe qeli proteinën, para se me orë fiona pe pinjo prej poshtit. Po, para se me orë, se të kish pi kur i vione, këshim pi bashkë. Po, edhe për që ata du më thonë s'po më kap mu gripi, për ndryshe po 27 gram protein të pastër, i keni pak si shtesa artificiale, i keni me shumë shije, e gjeni tek protein lajni, e merrni të zotit, kur ti merrni të zotit. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush na përshëndet? Bia nga Gjermania, si jeni? Mirë, faleminderit Selvia, si e ti si kalon? Mirë, faleminderit, apo lëndja që po kalonin Kosovë. Ka pakoj Selvia, pa e që shto po munohëm, jo që shpo kaloni ju atje? Mirë, s'ti ngërbet, të mirë. A mirë a kesh, Selvia? Jo, mirë, me konket kështu nejtë. Po bre Selvia të lumt, se ka njerë kër po mankohën dop ju thëmë këthenu. Pse po rreni atje? Po dhe këthenu këtu, qa po më rreni atje? Jo po i kam edhe do pun. Ska nëse së është mirë edhe këtu ka pun. Pun s'kryen kër. Kër s'kryen? Qa është të lumt?
Hajde Selvia edhe pak ma gjallë çështo. Selvia? Por na Sevdije. A Sevdia? Se bre ponet Andri një kokë që të metal shumë. Ke pas ka Sevdije. Nejse. Hajde tregova ai lumtura sukses. Lumturina suksese. Suksesi. Edhe lumturia është suksesi është pyetje. Kur e ke suksesin e ke edhe lumturinë. Do më thonë, ju në Gjermani atje jeni me suksesin. Suksesin. Okej, shumë mirë. Edhe me lumturinë. Po dhe lumturin ka pak dot lumturin. Faleminderit shumë, po të përshëndesim shumë Sevdi, kalofsh mirë, tung. Edhe jo. Tung, auf Wiedersehen. Çto konsumisht, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aten me. Nuk më i tash me performu. Jo më zgabo se. Ja. Edhe çato. Edhe horstot, më zgabo me qit në YouTube emisionin, edhe pse ne ato shku live, fatkeqësisht. Po që kam. Mundohem me fshi. Nora 18 ata që kanë çef mendon një pjesë çaty e kanë. Edhe koncentrojnë mirë. Përveç në YouTube jemi live edhe përmes frekuencave tona, edhe në portalin ton glamradio.fm, në aplikacionin tonë, në Kohanet, të plot vende tjera mund të na ndiqni live në këto momente. Alo, përshëndetje. Veç deri sot. Okej, derisa të vjen telefonata, po do të falenderoj shumë jetën. Që me suksesin e saj, me punën e saj, të bën edhe të lumtur. Po kur e kanë vet ato. Çfarë bën të lumtur, tha? Jeta. Edhe për mua që vlen kjo përgjigje çdo ditë. Po çfarë po them? Sarteve spionëm, se e lumtur thot jeta. Unë të kom tregu për neve femra të shumë e rëndësi floku, kur e ki flokët mirë, e kini vetbesim, e kini valumturie që reflekton mandej, kështu që ju orientoj me shkute jeta gjësysh, e jo si kolegu im që e kum pa një frizur, do më thonë ka me ta dërgu më shme apo fjonës. Ato me bredh? Po dhe? Drita ti komune. Mos janë gjithë se i komune do drita. Te veç flok më shmja bosh ashtu. I shkon ide e mirë për emision viti 3. Alo. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Fazlia nga Lipiani. Si, Fazlia je mirë? Mirë, as na shkemi. Kush e kemi Lipianin mirë? Mirë, ona përshëndesim arsimin. Faleminderit. Simpatik. Okej. Faleminderit shumë. Do të cimi po ju përshëndet. Ona përshëndesim faleminderit. Po Fazli, suksesi apo lumturia? Alloj, jam të tyja si sukses si lumëtoria, po ma shumë të jam me lumëtori. Me lumëtori. Ti do më thonë pavarësisht sukseseve, me ndonë që lumëtoria do të me qene para. Bravo. A e praktikoni në jetë? Po pasër nditje. Po valoj, gjësysh. Okej. Pas dy të përshëndesim, nejse po të përshëndes masi e përshëndete vërtësimin, po të përshëndes edhe dhe ty shumë falimderit. Faleminderit që më vënë aty në Lipian, kështu që i përshëndes edhe ata. Po besa Lipiani i mirë. Edhe nuk e di ka vend më të rrafsh se Lipiani në Kosovë, ma rrafsh. E kanë bonin në kalim, e kanë prish pak. Ju një pak në tokë, a për mikë shtë s'po E kanë prish pak strukturën, por rrafsh është. Shim bodo ndërtesa, si ku shkova hupa. Për moment, për ndryshe është u punu ko qa shumë atje. Po, me GPS se hupa. është u punu, është u regullu qyteti, edhe që kam karon sy, qërët kalzaj, se kum harru. I pash një ndërtesë. Vish pak se jena shtë në emision me Fionës, s'po kena vakë pas emision. Po du për të skele me të regu. E pash një ndërtesë bashkë në që ndërtu, edhe ishtu bo pjesa jashtë me fasadës, edhe kanë të vendosura skelet. Edhe tupi kafe aty në sheshin duke u rregulluar. Ka maltereja? Jo, ja lëshova sytë banesës, edhe skele, a i thunë skele shqip nuk e di. Nuk pash shtylla, do me thonë nuk pash nuk kom pa ndonjëherë të vendosura ma mirë, edhe ma bukur, edhe ma sigurt. Dhe me thonë gjithë qka pa të bëj me atë ndërtes, ke perfekte. Jo se jam ndonjë njose shumë e mirë ndërtimtaris, po kemi pa mjaftu shumë raste në Prishtinë, edhe ke për tu admiruar, dhe me thonë. Kure shishe beshin komplet, se si kena shtrengu mirë. Asi sistemi s'kësha pa kur. Po më vjen shumë mirë, shumë mirë. Bravo Lipiani. Alo. Nuk e di kush është ndërtues, po punë të mirë po bëjshin. Alo. Që të vynë për e banes. Po isha shku me kështu. Kush na telefonon se çati du me dal? Sadiku prej Nevegjis. Ku je mar Sadek? Si e kalut? A je mirë si kalon? Kur qysh Sadek? Mirë, sot pushim. Sot pushim. A je me suksesin a me lumturin Sadek? Ja, me lumturin, ja. Pallant nift grujat ka kallzu ty. Shkon mirë me post të dyja, po pa lumturia është e para se. Okej, do të thonë ti je me lumturin. Ja, me lumturin. Mamanja se unë jam maj lumtur se Elon Musk e se shumë tjera. Pse qa ke boti që je ka që lumtur? Çfarë suksesi ke pas? Probleme s'kam as po mbin aksionet, as po ngritën, as po asien, as po hupën, kështu që i lumtur.
Suksesi, me konë dhe suksesi është mirë, po kryesore lumturia është. Okej. Faleminderit shumë, po të përshëndes shumë. Tong juve. Faleminderit. Kalon shmirë se se di në Norvezgji që do të më thonë ofi dërze, çto se kam su hala. Aty do shpak me kujdes. A do të më thyguan shumë, ha? Alo. Me lill, kështu sikur dhomin kur do në jek. S'është pak më problem. Hajde telefonata. Jo, ka ku. E para fundit. Alo. Domethënë është çast që ngarku me Viber, që nuk po ka mundësi për me pranu telefonata, që është shumë alet është. Alo. Alo, telefonata. Ja, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Me kë po flasim? Alo. Po, të lutem prezantohu. Unë jam nga Frizoje. Emrin edhe një herë? Onida, po? A e kuptova mirë? Vesh largo prej televizorit, Onid. Se të nina ta shpisë sot ush. Po, vesh largo prej televizorit se po na krijon problem. Tregom cila është më e rëndësishme për ty, lumturia apo suksesi? Suksesi. Se nëse ke suksesin e ke dhe lumturinë. Ti mendon që suksesi është e para? Që dikton edhe lumturinë mandej. Okej, faleminderit shumë. Do më ma gjallëni, çka është kjo? Gjithë ata në kalime që keni. Kisha me ngu vetën se ata ka zhurmë në ambient. Çështë njerë tu e një vetën, aty tani edhe suksesit. Thosh. Alo, përshëndetje. Telefonata. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni gjyshe? Mirë. Gjyshja kiki. Mirë. Trego, me suksesin a me lumturin, me kon jeti? A di çka arsim, të dyjat janë të barabarta. Po, veç me cilën je ma shumë. Suksesi. Me suksesi. Suksesi e bjen lumturin. Suksesi e bjen lumturin. Gjithmonë. Jo, po. Edhe lumturia s'më me kon gjithmonë. Unë po nisna për vetvetit tarsim, edhe për vetvetit po nisna. Do më thonë ti ke pas sukses edhe e ka në lumtur me suksesin që ke pas. Shumë. Gjyshja kikit përshafim, kalofsh mirë se po mundu me marrë. Ju du shumë. Ju përshëndes. Na dojmë shumë, faleminderit. Ti sot dojnë ana. Na shta mu mundu na ato tonën munosh, po na jena dy këto. Dje këto. Double dashni. Po, që telefonata. Ujt. A jina ndosëm aku. Alo. Përshëndetje. Kush na telefonon? Një e fundit për sot. Era. Hajde Era, prej nga për na thirë. Prishtina. Po besoj je në komunikacion diku në këto momente, se po dëgjosh që je në vetur. Hajde tregona shpejt për komunikacionin edhe një përgjigje për temën sot. Komunikacioni shumë i dendur. Ku bash? Të rrethi të qërimi dyshi. Okej. Sa rrethi sa qërimi është? Na knaqëm, po të kalzoj, na të jem brek dile. Na ke orientu, na ke knaq. Hajde tregoma, më rëndësi shumë suksesi a lumturia. Mendoj që të dyjat. Të dyjat, nuk bën me ndo. Ja zgjallë njënën, s'ka me dyjat, nuk ka me dy lup. Ajë cila pak ma shumë. Suksesi e sjell lumturin, bëndoj. Suksesi e sjell lumturin. Okej, faleminderit shumë e dashur. Hajde rrugë mbar, faleminderit e dëgjojmë. Faleminderit shumë, jeni të mrekullueshëm. Po të brevish po bonguci. Jeni të mrekullueshëm. Faleminderit edhe mesazhet që i keni dërguar, se i kum pa pjesën e dytë kena me i lexuar me Fionën bash pas orës 17, glamradio.fm ose vishe shuni Glam Radio dikon në Google edhe mundeni me na dëgjoni në për shumë platforma. Deri nesër mos harroni me bo ato që duni me bo gjithmonë, me jap shumë dashni, paqet, plot shëndet. Për me i pa dhe për me i lezu të gjitha më të rejat që Glam Radio i sjell për juve, na ndiqni në rrjetet tona sociale ose edhe në portalin tonë, na vizitoni glamradio.fm. Për ndryshe vazhdoni qëndroni me neve, jemi bashkë edhe